Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Me lejnë Allah të Zogjel, sot do flasë rreth një teme e cila besoj që është e rëndësishme dhe po është njëkohësisht e ndjeshme. Do flasim për një shtresë në shoqëri, pasi që folëm për disa shtresa herave tjera, do flasim për një shtresë e cila është e rrezikshme për shoqërinë muslimane. Një shtresë e cila jeton me muslimanët, i di pikat e dobta dhe i di pikat e forta të asaj shoqërie. Rreziku për kësaj shtrese është tejmose i madh dhe po ashtu njëkohësisht si tema është e ndjeshme. Andaj ta shohim se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka trajtuar këtë çështje, për shkak se ai është i cili ka qenë realisht pejgamberi Allahut azza wa jall, ka jetu me një shoqëri ku kanë qenë edhe ata prezent, edhe i ka trajtuar në formën sa më të mirë që Allah azza wa jall e ka mësuar. Kjo shtresa është shtresa e hipokritëve apo shtresa e munafikëve. Hipokrit në këtë rast për qëllim e kemi personin i cili e shfaq Islamin, kurse në brendësinë e tij e fsheh kufrin. Kush janë ata, si duken ata, karakteristikat e tyre, veçoritë e tyre, cilësitë e tyre, për gjitha këto shkurtimisht me lenin Allahut do t'i trajtoj sot dhe ligjërata që do të vinë më pas. Prej cilësive, fillimisht do të filloj të t'i përmendi disa prej cilësive tyre, t'i shohim kush janë ata realisht. Prej cilësive tyre është se ata e pretendojnë besimin, mirë po besimin që e pretendojnë është gënjeshtër edhe nuk është realitet. Allah Azza wa Jalla përgënjeshtroi këtë realitet dhe tha: "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Ka për njerëzve të cilat pretendojnë që e duan Allahun dhe e duan ditën e Kiametit. I besojnë Allahut dhe i besojnë ditës së Kiametit, por realisht ata nuk besojnë. Ata e shfaqin Islamin abtazi, duken si muslimanë dhe duken që janë fetar. Edhe shef ndoshta në për xhami, megjithatë zemrat e tyre nuk janë tilla. Ata nuk i besojnë Allahut dhe nuk i besojnë ditës së Kiametit. Po ashtu, prej cilësive të tyre është mashtrimi. Ata njerëz të cilët mashtrojnë, bëjnë kurtha dhe kanë dinakri. Dhe Allah Azza wa Jalla tha: "Yukhadi'una Allaha wal ladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun." Allah tha ata përpiqen ta mashtrojnë Allahun dhe ata që besojnë. Sa ata normalisht me ngjashmit sikur se ta nuk kanë nevojë pse ti mashtrojnë. Për shkak se kur është në pyetje besimi i tyre ata shfaqin kur janë shumicë. Mirë po kur janë pakic mundohen ti mashtrojnë musliman, kince janë musliman, e shfaqin një lloj fetarie dhe Islami, mundohen ta mashtrojnë Allahun sipas mendimit tyre. Edhe mundohen ti mashtrojnë musliman, por realisht ata nuk e mashtrojnë dikë tjetër përveç se vetëm. E Allah tha, ata nuk e ndjejnë këtë fare. Po ashtu, precisësive tyre është prishja në tokë. Ata e kanë një synim. Synimi e tyre është prishja, shkatrimi i rendit ku jeton ajo shoqëri. Thjesht dojnë me bë fesad. Kjo është qëllimi i tyre. Allah tha: "Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardh", kur thotë atyre mos prishin tokë, mos bani fesad, qalu inna ma nahnu muslihun. Ata përkundrazi thonë ne jemi përmirësues, ne nuk jemi shkatrues. Ne nuk duam që ta përhapim të keqën, përkundrazi ne thirrim të mirë dhe duam të mirën dhe dëshirojmë përmirësim. Allah tha: "Ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun." Realisht ata janë që prishin, mirë po nuk e ndjejnë fare në zemrat e tyre. Po ashtu, cilësive e tyre është përtatësia në adhurim. Përtojnë që të bëjnë ibadet, mërzi, dembeli, për shkak se realisht ibadetin që e bëjnë nuk e bëjnë për Allah, po e bëjnë për njerëzit. Se me pasin ibadeti për Allahun ata kanë fuqi, edhe nuk dëshpërojnë ose nuk i japin thjesht vetes kuraj dhe kanë ambicie, ata nuk kanë ambicie. Thjesht ata falen sa për mu duk përpara njerëzve, që njerëzit thonë që ky po falet, ose ky po agjiron, ose ky po e jep zakatin, ose një prej adhurimeve, thjesht që duket sytë e njerëzve që ky është musliman. Kjo është qëllimi i tyre. Allah subhanahu wa taala tha: "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un." Munafiqët hipokritët mundohen përpiqen ta mashtrojnë Allahun, por ata nuk kanë mundësi, Allahu i mashtron ata. "Wa idha qamu ila salati qamu kusala." Kur ngriten për me fal namazin, ata janë përtac, pritojnë. "Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Qëllimi i adhurimit tyre është thjesht që duken përpara njerëzve. Edhe nuk e përmendin Allahun vetë se pak. Kjo cilësi e tyre.
Edhe Dembela, po edhe nuk e përmendin Allahun veç e pak. Po ashtu, ata tallen me muslimanët, me besimtarët. E keni pa shpeshherë ata që tallen nëpër media ose tallen përgjithësi me besimtarët, me mbulesën, tallen me pamjen fetare, tallen me rritjet e Islamit. Realisht ata ti kur bisedon me ata shfaqen që janë musliman, bile edhe më të mirë se sa tjerë. Po realisht gjuha e tyre dhe goja e tyre shpreh diçka tjetër, shpreh kufrin, edhe atë hipokrizi që e kanë në zemrat e tyre. Se njeriu i cili e do Allahun edhe do Islamin, realisht ai nuk tallet me muslimanët, nuk tallet do thot meritet e Islamit. E këta janë pikërisht ata, të cilët tallen edhe i përqeshin muslimanët. Allahu subhanahu wa taala tha: "Wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna." Kur takon me besimtarët, thonë ne thjesht jemi me juve. Wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kurse kur qëndrojnë me shejtanët e vet, me palën e tyre, u thonë atyre jo, ne nuk jemi me ta, po thjesht ne me ta qëndrojmë për shkak se tallemi me ta, ti përqeshim ata, ti mashtrojmë ata, po nuk është qëllimi që ne jemi me ata, ne jemi me juve. Po me ta thjesht sa për një interes dunjos, sa për një çështje domethënë pushteti, pozite, thjesht ta shfaqim një lloj realiteti kinë se jemi musliman, tu marrmi votat, tu marrmi zemra, tu përfitojmë këtë edhe këtë, edhe tamam. Kështu është, kështu tallen ata. Allah subhanahu wa taala thotë alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat. Kur i shohin besimtar që japin vullnetarisht pasuri, edhe japin shumë, ata çka thonë? Thonë këta nuk e japin për Allahun. Po synimi i tyre është që t'i kënaqin njerëzit. Dojnë me bë fesat. Kurse thotë walladhina la yajiduna illa juhdahum, kurse ata që nuk kanë e mundon atë që e kanë për me dhënë si sadaka, thonë këta pak po japin, Allah nuk ka pranuar këtyre. As atyre të parëve nuk ka pranuar, për shkak se ata të parë kanë dhënë shumë, edhe thonë që këta po japin thjesht për njerëzit, kurse këta dytit nuk kanë shumë, kjo nuk mjafton për me pranuar atyre Allah. Allah tha fa yaskharuna minhum. Ata tallen i përqeshin musliman. Wallahu minhum, wallahu sakhira Allahu minhum wa lahum adhabun alim. Allah tha Allahu tallet me ta. Dhe ata do të kenë dënim trembelin e Allahut azza wa jall. Po ashtu, i armiqsojnë besimtarët, i urrejnë, edhe shpeshherë u bëjnë kurthe atyre. Allahu tha kad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Ajo që shpreh goja e tyre është vëner kundër muslimanëve. Urrejtje, armiqsi. Po ajo që e kanë në brendësinë e tyre është edhe shumë më e madhe. Po ajo realisht nuk duket, mirë po goja e tyre shprehet. Sa do pak që del prej gojës së tyre. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala thotë: "In tamsaskum hasanatun tasu'um." Kur juve ju vjen një mirë, ata mërziten. Kurse kur ju godet një e keqe, ata kënaqen. Kjo është si e tyre. Ata nuk duan që ta shohin një të mirë në mesin e besimtarëve. Ata duan që ta shohin thjesht atë shoqëri islame të prishur, të shkatruar, të gjeneruar, ku të është para për shturje, është para për immoraliteti, është para për çdo e keqe që ka mundësi që të ekzistojë. Thotë wa in tasbiru wa tattaqu, nëse ju bani durim, edhe ja keni frikën Allahut, ruani nga gjunat, la yadurrukum kaiduhum shay'a. S'ka mundësi ju më bë dëm asnjë kurth e tyre, inna Allah bima ya'malun muhit, sepse Allahu di mirë se çfarë kanë ata dhe çfarë punojnë ata. Po ashtu, kur ftohen për me bë kërkim falje edhe tobe, ata e tundin zakonisht kokën e tyre dhe e kthejnë shpinën. Nuk dëshirojnë. Thjesht ata duan me një mallësi, kryelartësi dhe shfaqin këtë. Allah subhanahu wa taala wa idha qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah wallaw ru'usuhum law ru'usuhum wa ra'aytuhum yasudduna wa hum mustakbirun. Fati ose kur u thuhet atyre, ejani kërkoni, shkoni te pejgamberi Allahut që të kërkojë falje te Allahu për juve, ata e tundin kokën e tyre dhe i largohen, e kthejnë shpinën, edhe thjesht paraqiten me një ndëj, nuk duan. Po ashtu, e duan përhapjen e të keqës në mesin e besimtarëve. Çdo e shef për tyre, çdo person që është sikur se ata, e do përhapjen e degenerimit edhe shkatrimit mesin e muslimanëve. Ata nuk munden me paramendu një shoqëri e cila është shoqëri e pastër, e ndershme, e virtytshme, domethënë nuk ka mundësi me paramendu. Ata duan fesat, edhe duan çrregullim, edhe duan zhveshje, edhe duan do të thotë çdo sen e cila ka të bëjë me degenerim ose me shkatrim. Allahu subhanahu wa taala tha innal ladhina yuhibbuna tashir fa'ishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah
wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ata që duan ta përhapin të keqen në mesin e besimtarëve dhe t'i shkatrojnë ata, për ata do ketë dënim dhëmshëm dunjë dhe në ahiret, Allahu e di e ju nuk e dini. Po ashtu i sulmojnë besimtarët ekonomikisht. Kur i shohin që besimtarët janë më të fortë në aspektin ekonomik, ata mundon që ta priqin ekonominë e tyre. Allahu subhanahu tha: "Humul ladhina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu." Hipokritët u thanë ensarve, mos shpenzoni për moxhirt. Moxhirt ishin ata që kishin pasur prej Mekës, edhe që ndronin bashkë me ensart Medinë. Ensart ishin banorët e Medinës. Ata thoshin, mos shpenzoni për ta, pse se të largohen, që po rrin me neve dhe po na bojnë probleme dhe nuk duam që ata që ndrojnë me neve. Edhe tha koka e tyre, Abdullah ibn Ubay tha, mos shpenzoni për ta, derisa ata të largohen prej pejgamberit Allahut, edhe kështu që mi trat, edhe Medina pasurohet prej tyre. Allah tha: "Walillahi khaza'inu samawati wal ard, walakin al-munafiqin la yafqahun." Tha thesarat e tokës edhe qiejve janë të Allahut. Allah i ka posedimin e tij. Po hipokritët nuk e kuptojnë këtë realitet. Po ashtu, ata thirrin keqe edhe ndalojnë nga e mira. Te besimtarët është e kundërta, thirrin të mirë ndalojnë nga e keqja. Te hipokritët është e kundërta, ata thirrin keqe ndalojnë nga e mira. Allah subhanahu wa taala tha: "El munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'd." Ta hipokritët dhe hipokritët janë të njëjtë. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, thirrin keqen edhe ndalojnë nga e mirja. Wa yaghbiduna aydiyahum nasullaha fa nasi'hum, edhe shtrëngojnë duart e tyre, ata nuk japin, janë koprac, e harruan Allahun dhe Allahu i harroi ata. Innal munafiqina humul fasiqun. Munafiq, hipokritët janë ata që prishin. Këto ishin disa përgjithësive tyre shkurtimisht. Do thotë që kjo shtresë realisht është stresa më e rrezikshme, që ka mundësi me gjetë me një shoqëri e cila shoqëri islame, shoqëri muslimane. Por shkak se siç e përmend ata e din çdo pikë dot muslimanëve, edhe e din çdo fuqi që e kanë muslimanët. Prandaj Ibn al-Qayyim kur fol për nifakun thotë që nifaku është smundja më e rrezikshme e mbretshme. Smundja më e rrezikshme që mund që ta posedojë dikush në brendësinë e tij. Dikush mund që ta paramendojë, thotë që po hipokritët kanë jetuar në kohën e pejgamberit, se nuk kemi shumë hipokrit. Por realiteti nuk është ashtu. Është e kundërta. Ibn Taymija rahimullah thotë që ata kanë qenë ose janë edhe do vazhdojnë që të mbeten deri ditën e kiametit. Prezenca e tyre ekziston. Po në varet prej kohrave ku jetojnë edhe prej vendeve ku jetojnë. Sepse me një vend ka mundësi me gjetë më shumë, me një vend ka mundësi me gjetë më pak, me një vend ka mundësi me gjetën që janë, domethënë më të fuqishëm, me një vend ka mundësi me gjetë, do thotë që realisht dominimi i tyre është shumë i vogël. Po sidoqoftë ata vazhdojnë që të qëndrojnë. Hipokrizia te arabët edhe te muslimanë nuk është njohur deri pas hijretit. Deri pasi që pejgamberi ka shkuar në Medinë. Për shkak se në Mekë nuk ka pas hipokrit. Atëra hipokrit nuk i kanë njohur për shkak se muslimanë kanë qenë pak. E normalisht kur numri i muslimanëve është pak, atëra mos prit prej tyre që dalë edhe që dalë hipokrit, për shkak se hipokritët paraqiten kur ka besimtar shumë, e ata nuk kanë fuqi, e në mesin e tyre nuk kanë mundësi që të dominojnë, edhe atëra i nënshtrohen udhrave shoqërisë islame, edhe e fshehin kufrin që e kanë në brendësinë e tyre, për shkak se interesat e dunjos dominojnë të ata mbi çdo interes tjetër. Koka e tyre në Medinë, pasi që filluan që të paraqiten, koka e tyre ishte Abdullah ibn Ubay ibn Selul. Abdullahu ka qenë i biri i Ubejit, i biri i Selulit. Selul është nana e tij, kurse Ubej është baba i tij. Ja atribuohet edhe babas edhe nanës. Abdullah ibn Ubay ibn Selul, koka e hipokritëve, i cili u paraqit në Medinë, ai që ishte prisi i tyre, i cili ishte koka e tyre, dhe ai printe çdo kurte dhe çdo armiqësie që kishte ndaj muslimanëve, në veçantë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai e fshehte kufrin e tij, e paraqeste islamin e tij, kinse do thotë është musliman, edhe pse pejgamberi Allahut e dinte mirë realitetin e tij, megjithatë pejgamberi Allahut e trajtonte sa më mirë. Sillej but, ishte jurt me të, edhe nuk e armiqsonte, edhe nuk i shpallte armiqësi, për shkak se pejgamberi Allahut shpresonte që t'ia përfitojë zemrën atij, edhe t'i kthehet islamit edhe të bashkohet bashkë me musliman. Herën e parë që u paraqit Abdullah ibn Ubay ibn Seluli, që e paraqitja në fakun e tij që kishte në zemrën e tij, ishte para luftës Bedrit, para se ta pranoi Islamin. Usame ibn Zeid radhiyallahu anhu thotë që pejgamberi ishte i hipur, kishte hip me një gomor. Gomori e kishte një shtres
për kafë, realisht është një mbulesë e cila është prej leshit dhive ose prej deleve, edhe i vendohet, do të thotë zakonisht i vendohet gomorit ose kalit, për mbi. Pejgamberi kishte pasi mbi të ishte prej një vendi që quhet Dekke, ose realisht Fedek, një vend i njohur me sa duket ka qenë prej atij vendi i ndërtuar Enkas, edhe Usame ka qenë i për pas Pejgamberit. Tha qëllimi ishte që shkojnë ta vizitojnë Saad ibn Ubade. Saad ibn Ubade ishte sahabi, njohur Pejgamberi shprehu dëshirën që shkojë që ta shohë, kjo ishte para luftës Bedrit. Ndërkohë kur kalon Pejgamberi Allahu xhel para një mezhlisi, aty qëndronin disa prej dhujtarëve, kishte edhe çifut, kishte edhe mesin e tyre musliman. Mesin e tyre ishte Abdullah ibn Ubej, po ishte edhe Abdullah ibn Rawaha, radhiyallahu anhu. Edhe qëndronin aty, Pejgamberi sa më kaloi me gomorin e tij. Pasi që kaloi aty, normalisht rrugës duke ecur ngrit plur. Edhe Abdullah ibn Ubej nuk i pëlqeu kjo gjë. Edhe i tha Pejgamberi sa tha mos na çoni plur. Pejgamberi Allahu te zgjeli përshëndeti me selam. Kjo është argument se nëse ka të përzihet, do thot musliman, edhe jo musliman lejohet për më dhënë selam. Selami do thot i përket atyre që janë musliman. Pejgamberi u dha selam, e ndali kafshën e tij, zbriti prej kafshës, edhe shkoi i thiri në fe, edhe u lexoi Kur'an. Kaq. Nuk ka nevojë dikush thot po si ka mundsi për me thirr në fe, e jo andej edhe jo këndej, po ka pengesa shumë thjesht. Pejgamberi Allahu zbriti prej kafshës, edhe shkoi u lexoi Kur'an. Edhe kjo ishte thirrja në fenë e Allahut azza wa xal. Abdullah ibn Ubej nuk i erdhi mirë. Edhe i tha atij ejuha al-marr. Kjo është në formë poshtruese sa e dinte që është pejgamberi Allahut. Tha o ti njeri. Tha këtë që po e thua tha duket tha bukur sikur të kishte qenë e vërtetë. Tha po ti shko te kafsha jote tha rnisur rrugën tënde kushdo me armë të bashkangjitet lënë rahat. Pejgamberi Allahut azza wa xal do të thonë normalisht u largu, po Abdullah ibn Rawaha i tha jo. Tha shtona për shkak se tha kjo çek është e bukur edhe e mirë, edhe vazhdo. Edhe atëre filluan do të thotë që të zihen muslimanët me idhujtarët. Filluan që ta shohin, ta ofendojnë njëri tjetrin derisa puna që ti vërsule njëri tjetrin. Pejgamberi u mundua që të qetësojë. Sipas një transmetimi, kur erdhi Pejgamberi Abdullah ibn Ubej i tha era e gomarit tan po pengon. E njëri prej ensarve i tha era e gomarit është më e mirë se sa era jote. Edhe kështu filluan që të zihen ata mes vete, edhe t'i bin njëri tjetrin me grushta, ose me atë që kishim me nallone, me grushta edhe me fletat pondës. Pejgamberi filloi që t'i qeson. Pas asaj hipi Pejgamberi edhe vazhdoi rrugtimin me Usame ibn Zeid, edhe shkuan te Saad ibn Ubade dhe i tregoi Pejgamberit. I tha Osad, ta e di çka ka ndodhur tha me Abdullah ibn Ubej, dhe ja tregoi rastin. Çka i tha Saadit? Saadi i tha ja Rasulullah. Abdullah ibn Ubej tha ka shpresuar që do ta bëjmë prisin ton, Khazrejve, fisëve do thot, Eusit edhe Khazrejit. Fisët do thot që kanë qenë në Medinë. Ta kena shpresuar që ose ai ka shpresuar që ta bëjmë si pris, kur ke arti dhe kemi pranuar Islamin, kjo çështje ka përfunduar. E kjo çështje pasi që ka përfunduar dhe ti je komandanti ynë, ti jo dhe që ynë, ti je prisi jon, atëherë tha, ati nuk i ka ardhur mirë. Edhe këtë që ta ka bo për këtë arsye. Sa nuk ka dashur që ti t'jesh prisi jon, ai ka shpresuar që ti t'jesh ose ai tjetralisht prisi jon. Për këtë arsye tha ja Rasulullah, mos ja merr shumë për të madhe, falja, edhe le të mbarojë kjo çështje. Edhe ashtu do vazhdoj. Mirë po, neve që na intereson është sjellja e Pejgamberit. Pejgamberi Allahu xhel ishte i sjellshëm, i butë me të, edhe pse ai shprehja e tij është shprehje poshtruese, o ti njeri, kush je ti domethënë me armë gomarin tan me na bën neve plum këtu. Do të fjalë domethënë që njeriu e irritojnë, ka mundësi me zemrua dhe me nxit që me reagu. Mirë po, kundër reagimi Pejgamberi ka qenë shumë i motor, i butë, i sjellshëm, edhe për shkak asaj që është diçka është koka e hipokritëve në Medinë. Normalisht ka qenë edhe urdhi i Allahut azza wa jall në fillim, ku ka thënë Allah fa'fu wasfahu hatta yati Allahu bi amri, falja, edhe mos ja merr për të madhe atyre derisa të vijë urdhi i Allahut azza wa jall, po ashtu Allahu azza wa jall tha fasda bima tu'mar wa'rid anil mushrikin, publikoja atë që ti je urdhëruar që ta publikosh, edhe mos u merr ti me idhujtar. Kjo është ajo që duhet muslimani ta kuptojë realisht. E ati është që ta shprehë, edhe mos të miret me ta që ata e thonë, ose nëse diçka e kundërshtojnë, ose nëse i vërsulin ati, po thjesht le ta përcjell amanetin e Allahut, le të jetë i butë me ta, edhe mos ta marrë të madhe për atë që e veprojnë. Pastaj, kur muslimanët u vërsul, kjo ishte pas luftës Bedrit, edhe e po Abdullah ibn Ubej se
muslimanët janë forcu dhe hipokrit, ose do thot pala tjetër nuk ka mundësi për me u forcu, atëre ata e pranuan islamin mirë po me hipokrizi. Usamet ibn Zeid thot, kur pejgamberi Allahut azza wa jall doli në betejën e Bedrit, edhe pasi që korën fitore dhe i zun për robër disa prej prizve të kurejshve, edhe kur e pa Abdullah ibn Ubej këtë realitet, që tash lufta një prej betejave i takoi muslimanëve dhe prisit i kurejshve, u zon rob, atëherë nuk i mbeti tjetër përveç se ta pranojnë islamin haptazi, po ta fshehin kufrin e tyre fshehurazi. Dhe kjo e tregon realitetin e tyre se ata frigohen. E cili njeri frigohet me jetu me një shoqëri e cila është shoqëri e pastër. Veç ai i cili nuk e do shoqëritë, do fesat në shoqëri. Personi i cili e ka kufrin për besim edhe e ka frikësinë për besim, ai nuk mund që të qëndrojë me një shoqëri e cila është e pastër. E andaj personi i cili është i tillë, ai ndoshta e fsheh kufrin e tij e paraqet Islami, kur shoqëria do thotë Islami. Ata kishin frikë. Për këtë arsye edhe fshiri. Ibn Taymija rahimullahu sjaron qartë edhe trajton shumë mirë realitetin e tyre. Ibn Taymija rahimullahu thotë, te muhaxhirët nuk ka pasën hipokrit. Po ka pas disa prej tyre kanë qenë prej ensarve. Edhe kjo është shumë interesante. Ensarët janë të banorët e Medinës, e kur e kanë pranuar Islamin prisit e tyre, që i kanë pas të fisëve, një pjesë e tyre i kanë djeg prisit e tyre, po jo me dëshirë. Thjesht e kanë pranuar Islamin për shkak se ata e kanë pranuar, edhe pse realisht ata nuk e kanë dashur Islamin, e kanë dashur kufrin, po për shkak se prisi i tyre ka pranuar Islamin, ata i kanë shku pas, po e kanë fsheh kufrin e tyre. Prandaj edhe kanë mbet ashtu. Kanë mbet si hipokrit, krahasim me muhaxhir kanë qenë banorët e Mekës. Mekasit kanë qenë idhujtar. Kush e ka pranuar Islamin atëherë? Haptazi, ose e ka pranuar fshehurazi, me paraqit Islamin ka pas dhun, ka pas tortur, ka pas mund, edhe nuk ka pas mundësi ai që të hipokrit, për shkak se ti me u trajtu keq, edhe me torturu, edhe me të burgos, edhe me të vra, edhe me shpreh atë çfarë interesi ke. Përveç interesit imanit dhe interesit ditës kiametit. Interes tjetër nuk ka. Kurse hipokritët kanë pas interes dunjos. Se kanë ditë ata që nëse bëjnë musliman atëherë nuk paguajnë tatim. Edhe nuk do thot vlen për ta dispozitë dhe interesi sikur se muslimanëve. E jo sikur sa atyre të cilët janë nën musliman prej feve qira. Ibn Taymija do thotë se jaron qartë se ata pse realisht e kanë fsheh kufrin e tyre dhe pse e kanë paraqit Islamin e tyre. Abdullah ibn Ubay ka pas këtë interes. Thjesht duket si musliman, po brendësia e tyre mbetet kufër, të mundohen vazhdimsi që ta luftojnë pejgamberin e Allahut edhe musliman. Abdullah ibn Ubay, edhe ata që ishin prej muslimanëve, e bën një lloj kurdisje të kurdhëve bashkë me çifut kundër muslimanëve. Ata u rreshtuan bashkë me çifut rastin e Beni Kainuka, çifutëve. Pejgamberi Allahut azza wa jall, pasi që u kthyi prej Bedrit, u tregoi çifutëve se të bëjnë një lloj ose ta pranojnë Islamin realisht. Po ata nuk pranuan. Mos pranimi i tyre ishte refuzim. Në këtë rast, Abdullah ibn Ubay edhe hipokritët e tjerë u rreshtuan bashkë me çifutët e Beni Kainuka. Abdullah ibn Abbas i tha, kur pejgamberi Allahut azza wa jall u kthyi prej Bedrit edhe i mundi i poshti, do thotë idhujtar. Erdhi dhe ju tha fisit Benuka, çifutëve fisit Beni Kainuka, tha o ju çifut, pranoni Islamin para se që ndodhe ajo që u ndodhi kurreshve në Bedr. Çfarë i thanë ata? I thanë o Muhammed, ti ju të fol me neve sikur se ata, po ata kanë qenë të padijshëm, ata kanë qenë dopt, kurse ne jemi të fortë, me neve nuk ka mundësi për me bisedu ashtu. Edhe pastaj normalisht kjo është provokim, edhe kjo realitet është realiteti i rreshëm për shkak se ata mendonin se kanë fuqi, po muslimanët ishin më fuqishëm. Allahu subhanahu wa taala zbriti ajetin ku tha kulil ladhina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam wa bi'sal mihad. Tha thuaj atyre se ju do mposhteni në dunjë dhe do mblidheni bashkë në ahiret në xhenem, sa vendbanim i shëmtuar dhe i keq që është. E pejgamberi sallallahu këtë rast kur e shpreh këtë realitet, Abdullah ibn Ubay dhe hipokritët me të u rreshtuan bashkë me Beni Kainuka. Kur pejgamberi sallallahu doli betejën e Uhudit, ata e tratuan pejgamberin Allahut. 1/3 e ushtrisë e kthyen mbrapa. Ishin diku 1000 ushtar musliman, kurse idhujtarët ishin diku 3000 ushtar.
Edhe pse fillimisht ishin top musliman, megjithatë e shprehen dëshirën që dalin të luftojnë. Po edhe ky kur u kthye me 1/3 e ushtrisë, atëherë muslimanët u dobësuan. Po megjithatë pejgamberi Allahut azza wa jall nuk u sill keq me Abdullah ibn Ubay. Pejgamberi Allahut azza wa jall, siç e thek Zeid ibn Thabit, kur doli në betejën e Uhudit, tha një pjesë e muslimanëve u kthye. Edhe pastaj filluan sahabët që diskutojnë njëri me tjetrin. Se çfarë mendimi kanë për ata? Një pjesë thanë që jo, këta janë hipokrit, një pjesë thanë jo, që këto kanë pas arsye, kur ju çka, e Allah azza wa jall atëherë zbriti ajete. Me qëllim mua bë me dije muslimanëve se mendimi i tyre, perceptimi i tyre rreth tyre duhet me qenë i njëjtë, jo me pas dy mendime, për shkak se ata janë hipokrit. Allahu tha fema lakum fil munafiqina fi'atain. Çfarë keni që ju po diskutoni se ata janë dy palë, për shkak se ata rreshan një palë, ju duhet me pasën një vendim. Wallahu arkasahum bima kasabu. Pas asaj që bën Allah azza wa jall i ndëshkoi ata dhe normalisht që e morën dënimin e tyre. Realisht ata ishin hipokrit, nuk kishin besim në zemrat e tyre. Allahu i përmbysi ata e turidune në tehtu men edhal Allah, ju apo doni me udhzu atë që Allah azza wa jall e ka deviju, wa men yudlilillahu falan tajida lahu sabila, atë që Allah azza wa jall e devijon nuk ka mundësi që dikush ta ktheje mbrapa. E njerëzit kur u kthyen, çka ishte problemi Abdullah ibn Ubay realisht? Çfarë problemi kishte ky njeri? Ky njeri e propozoi që të qëndrojnë në Medinë, mos dalin në betejë. Pejgamberi Allahut e pranoi fillimisht mendimin e tij, po pastaj dolën disa prej trive që ishin më euforik dhe i thanë ja Rasulullah, duam betejë. Pasi që po duam betejë, atëherë po dalim luftën e Uhudit. Edhe kështu ndodhi, pamëse me mori mendimin e tyre, edhe dolën në Uhud, e pastaj pasi që dolën në Uhud, çfarë tha ky? Tha e mori mendimin e tyre, nuk e mori mendimin tim. Pse atëherë ne luftojmë? Atëherë më mira ne po kthehemi. Edhe kështu bëri përçarjen rreshan e muslimanëve. 300 ushtarë i mori me veti njerëzit që cilët ishin sikur se ajo se që ishin me ngjelet, edhe u kthyen mbrapa. Edhe mbetën vetëm se 700, po megjithatë fitoria i takonte muslimanëve, edhe pse betejën e Uhudit humbën disa prej sahabëve dhe edhe realisht u mposhtën, po pastaj fitoria i takoi muslimanëve, po realiteti doli në shesh atë që kishin ata në zemrat e tyre. Abdullah ibn Amr ibn Haram, i cili ishte baba i Xhabirit, i shkonte pas. Për shkak se ishte Khazrexhi. Ishte ficit Khazrexhi, dhe ky ishte Khazrexhi vet. E luste që të kthej, mirë po thotë çfarë dhe nuk ka mundësi ta kthen. Atëherë tha Allahu tha Allahu të largoft ty edhe armisht Allahu xhel, sepse Allahu i mjafton pejgamberit ti, nuk ka nevojë për njerëzi sikurse ti. Me lejnë Allah për sot përfundojmë me këtu, e inshallah pastaj do vazhdojmë pikat e tjera, sa se ka pika shumë edhe ka pika shumë të rëndësishme, ta shumë i rastësi ka trajtu pejgamberi sa ata. E lut Allahu azza wa jall që të na ruaj zemrat e tona prej nifakut, edhe lut Allahu azza wa jall që Allahu azza wa jall na mëshirojë, na japë imanin edhe të na forcojë zemrat e tona. Qulu qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin.